Që çdo lojë e Kosovës është historike, sepse po flasim për një shtet që është veç 10 vjet i pranuar, edhe tjetra që është më e rëndësishme është kur diçka beson edhe në fund të shpërblehet diçka. Unë po mendoj që nuk ka ndjenjë më të mirë që mund të dikush me përshkrua apo me thonë, edhe unë mendoj që është hera e parë në jetë që unë si kryetifoz e një farë zbratësinë në vetë edhe një pak një lloj turpnum që në shumë raste po do të më drejtu njerëz dhe nuk kanë bileta. Edhe fatkeqësisht nuk kanë bileta sepse kërkesat kanë qenë të jashtëzakonshme. Të gjithë shqiptarët në çdo troje. Mendoj që deri me tash kur po flasim, është dikon nuk e di orën sakt, është dikon rreth 4 orë, jo se domethënë nuk po ndohen. Edhe 4 orë është loja, domethënë i bën jo 4 orë, 5 orë i bën fiks, 8:45 është 3:50. Po mendoj që deri që tash janë dikon rreth 80.000 kërkesa, unë personalisht që kam bërë bashkë me stafin tim, sepse 80.000 kërkesa deri tash për të siguruar një bilet. Po duke filluar prej Prishtinës, Kërçanës, Kumat, në Prizren, Mitrovicën, Gjelanën, Gjakove, krejt, domethënë deri sot për këtë partnerët bashkëpunëtorëve që kanë në shtete të tjera, afërsisht 80 deri 90.000 kërkesa kanë qenë vetëm të dërra. Po fatkeqësisht me ton drejt asnjëherë nuk po nina krenar që është gjithë kjo kërkesë, sepse po mendoj që secilës kërkesë na u duhet mi u kthy me pozitivitet dhe mi thonë gjithë secilët e kive në stadion, sepse nuk është e drejtë unë si lider me ju më unë tifozi me kon stadion mirë, po kushtet për ishini, kushtet i dina krejt. Stadiumit. Na kemi shpreh keqore dhe në emën tem kom shpreh shumë keqore për gjithë njerëz që s'mund me kon sot. Na I falenderoj me institucionet e Republikës